Në një takim të mbajtur në sallën e madhe të Pallatit të Kulturës Llabëria u prezantuan përpara strukturave të Partisë Socialiste të rajonit nr. 5 të qytetit të Vlorës kandidatët për deputet të Qarkut, Klevis Kaso dhe Eriona Ismaili. Ky është një ndër rajonet më kryesor të qytetit dhe që kërkon edhe më shumë dorë në investimeve, për të cilat është premtuar shumë në mandatin e 4 të qeverisës. Koordinatori politik i rajonit nr. 5, Ministri Mbrojtjes Piro Vëngu, foli për disa nga problemet që ka ky rajon, por edhe kërkesat e qytetarëve që i vlerësoi si legjitime. Ministri Vëngu ka vlerësuar bashkëpunimin me Bashkinë e Vlorës, ndërsa sfida kryesore sipas tij është zhvillimi i trajtshëm i të gjitha lagjeve të rajonit nr. 5. Kemi shembullin e rrugës Janaj Kilica që nuk ka mbaruar. Shtefën Gjeçovi, punët për ujë 24 orë në Pusmezin, që janë në projektime sipër. Të gjitha këto kërkesa shumë legjitime, por siç e kemi parë gjatë gjithë kësaj periudhe, edhe bashkia na ka qëndruar krah, merr malin i cili është në krye të punëve në 100 kantiere në gjithë qytetin dhe nuk ka rrugë tjetër përveç se një bashkëpunim të fortë mes qeverisë qendrore dhe pushtetit vendor për t'i ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve, veçanërisht në rajonin 5, i cili ka për sfidë kryesore që të gjejë një zhvillim të njëtrajtshëm, siç e ka njohur rajonet tjera të Vlorës. Ndaj dhe nuk ka kandidat dhe partner më të mirë në këtë rrugtim për këtë mandat të 4, sesa dy kandidatët që ne sot bashkë me Bledhjen dhe gjithë skuadrën drejtuese të Partisë Socialiste dëshirojmë të prezantojmë dhe të kemi një komunikim me ju sot, siç është nga njëra anë Eriona Ismaili, e cila jo vetëm është një socialiste e vjetër, por është gjithashtu një kontribuese në shoqërinë civile të Vlorës dhe më gjërë, me shumë pasion dhe me shumë kritika. Dhe kjo tregon që në listën tonë kemi pranuar edhe forcën e kritikës brenda nesh, jo si të tjerët që trëmben nga kritika. Dhe kemi gjithashtu një djalë të rajonit 5, Klevis Kaso, një sportist, një sipërmarrës, një zëvendës kryetari i bashkisë, i cili në drejtimin e Ermalit ka marrë përgjegjësi për t'ju qëndruar pranë dhe besoj se edhe me këtë forcë të re, me këtë dinamik të re, do i qëndroj pranë edhe në kuadër të kësaj fushate shumë të rëndësishme. Kandidatja për deputete në listën e mbyllur Eriona Ismaili tha se e vërteta kërkon guxim dhe se gjithmonë duhet bërë maksimumi për shërbimin ndaj qytetarëve. Në gjykimin tim e vërteta nuk mund të mbulohet dot dhe e vërteta kërkon guxim, që fatmirësisht unë mendoj se e kam. Kjo jo se më bën mua më pak socialiste se të gjithë ju këtu, përkundrazi. Unë asnjëherë nuk kam aderuar në një parti tjetër, asnjëherë nuk kam punuar me një parti tjetër, por gjithmonë kam besuar se të thuash një problem që ekziston, në fakt i bën nder një partie, njësoj si kurse i bëjmë nder familjes sonë, kur themi një problem dhe gjysmë e kemi zgjidhur kur e pranon. Dhe hajde të punojmë për të bërë më të mirën, për të afruar sa më shumë socialistë të tjerë që mund të jenë të pakënaqur, mund të jenë të pavlerësuar ose mund të kenë një mendim ndryshe, edhe deri diku kritik mbi situatën që ndodh. Kandidati në listën e hapur të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Klevis Kaso, theksoi se është krenar dhe sa i beson se të gjithë mund t'ja dalim. Kaso theksoi se është njeri formuar në shumë dimensione, ndërsa deklaroi se rajoni 5 gjithmonë ka patur një ekip fantastik të Partisë Socialiste dhe gjithmonë frymën për të sjellë ndryshimin. Ndihem me shumë fat që jam pjesë e ekipit për të qenë deputet në Parlamentin Shqiptar, për vetë faktin se gjithkohës e kam ndier veten një nga ju. Kam qenë gjithkohës aty duke mbështetur më para deputetët që kandidonin dhe kjo më jep shumë nder dhe shumë emocion të veçantë dhe dua të them që asnjëherë nuk është siç tha dhe Eriona, duhet të besojmë që të gjithë mund t'ja dalim për të qenë protagonistët e vetes dhe të ekipeve të mëdha siç janë dhe ekipet politike. Jam një njerëz që jam formuar në shumë dimensione, e kam thënë më para, kam bërë çdo lloj pune të mundshme, nga më e thjeshta deri te ajo që është e fundit që ma besoi kryetari i bashkisë që jam i njohës për jetë. Gjatë gjithë këtyre punëve të jetës time që na shitsin më të thjesht në tregun e Vlorës, deri te kapiteni i ekipit, student që nuk mungoja asnjëherë, në të gjitha formatet e mundshme kam munduar që të kisha një ekip rreth vetes. Se individualisht mund të jemi shumë të aftë, mund të jemi talent, po pa patur grupin dhe enturazhin e dur, nuk mund ta bëjmë kur diferencën. Kështu që rajoni 5, ku unë dhe i deleguari politik më besoj të isha kandidat dhe një nga drejtuesit politik, gjithmonë ka qenë një ekip fantastik
dhe ka qenë realisht një Stalingrad i Partisë Socialiste për të cilat të frymën e ndryshimit. Në mandatin e 4 që ne po kërkojmë, unë kam disa pika shumë të thjeshta pse ne duhet realisht të besojmë te ky mandat. Referohemi dhe të drejtave që do na lindin nga ajo pasaportë e Bashkimit Evropian, të gjithu një zërasi dhe në të gjitha ato komunitetet ku ne marrim pjesë, duhet me patjetër të japim maksimumin që ky mandat i 4 të na ngjejë me ato pasaportën evropiane që të gjithë e kemi dëshiruar. Tjetra që ne na duhet ta maksimalizojmë në maksimum votën është ajo që infrastruktura e qytetit ton është rikonceptuar komplet. Për shembull, një nga biznesi i familjes time nuk vinë më vetëm vlonjat për të blerë. Vinë suedez, italian, njerëz që kanë blerë një shtëpi në Vlorë dhe po shikojnë Vlorën në një dimension tjetër. Kështu që mos ja ndërpresim vetes tona atë mundësinë e një zhvillimi akoma më të madh dhe të investojmë te kjo vota që është aq e vyer për fëmijët tanë dhe për të ardhmen e qytetit tonë. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bleti Çuçi theksoi se forca, vlera, energjia e Partisë Socialiste janë të mishëruara te skuadra e kandidatëve në qarkun e Vlorës si e vetmja mundësi për Vlorën dhe Shqipërinë. Në fakt, këtu është forca, këtu është energjia, këtu është vlera e Partisë Socialiste, që di më shumë dignitet, më shumë kurajo, ta transformoj vazhdimisht veten dhe të bëj që të jetë oferta absolutisht e vetme për Vlorën dhe për gjithë Shqipërinë. Dhe unë dua ta filloj me këtë gjë sot fjalën me ju, pikërisht me atë që kemi sot përballë edhe që do i kemi në gjithë këtë fushat elektorale. 2 ofertat që ka Vlora sot. Imagjinoni, oferta e kundërshtarit është Saliu i 97-s dhe Bujari 2005-s. Çfarë shprese mund të gjallin ata ke njerëzit? Ndërsa ne kemi Edi Ramën dhe një ekip që përfaqëson gjithçka. Kandidati për deputet në listën e hapur të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Klevis Kaso ka marrë mbështetjen e banorëve të rajonit numër 5, por edhe të socialistëve, duke qenë se është pjesë e një gare brenda listës së hapur të Partisë Socialiste.